Rritja e temperaturave gjatë ditëve të fundit ka sjellë një fluks pacientësh në urgjencën e Spitalit Rajonal të Shkodrës. Shefi i repartit të urgjencës Ardian Dajti u bën apel qytetarëve që të mos i drejtohen urgjencës së spitalit për probleme të lehta shëndetësore, por vizitat dhe trajtimet të kryen fillimisht pranë poliklinikës, në mënyrë që të shmanget mbi popullimi i urgjencës dhe të sigurohet shërbim më i shpejt për rastet që kanë nevojë për ndërhyrje urgjente. Prapë njerëzit nuk po bindën që duhet të paraqiten të urgjenca vetëm ata që kanë nevoja urgjente. Unë e kuptoj që gjithkush hallin e vet e ka më të madhen dhe kërkon me marrë nimen sa më shpejt, por nuk është të zgjidhja e duhur në disa raste. Për këtë arsye ne kena kohë që kemi vu dhe shërbimin është hapë shërbimi poliklinikës edhe në të gjitha vizitat ambulatore, specialitetet është janë plotësuar me mjek. Pra ato që kanë vizitat planifikuar dhe smut kronik nuk duhet paraqiten të urgjenca, duhet njekin sistemin e referimit edhe të shkojnë atje. Kjo bën që edhe me kontaktojnë me specialistin më kollaj, por ndërkohë edhe ne na lajnë më marrë me ata smut që me të vërtet realisht kanë probleme për me dhanim urgjente. Ndërkohë, për shkak të temperaturave të larta, mjeku bën thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar me ushqimet që konsumojnë. Po, këshillat janë të përgjithshme, po tash për temperaturat e larta njerëzit duhet me bë kujdesin që mos me dalë në kohët e pikut të vapse, ose të përdorin mbrojtëse çadrat ose kasketat ose të shfrytëzojnë hijeta, po me shmang nxehtin që është një sugjerim i përgjithshëm. Problemi tjetër është që duhet me bë kujdes edhe te ushqimet që konsumohen ose ato që konservohen kur ruhen, sepse nëse përdorin ushqimet ose përdorin ushqimet që nuk janë të freskëta, ato mundën me dhënë sëmundje ose problemet e traktit gastrointestinal. Mjekët këshillojnë qytetarët të konsumojnë sa më shumë lëngje, të shmangin ekspozimin në diell gjatë orëve të pikut dhe të kërkojnë ndihmë mjekësore menjëherë nëse shfaqin simptoma shqetësuese.